Tiparet e mia janë pozitiviteti, energjia që mundohem të bijë në çdo gjë që baj, respekti, integriteti dhe vlerat që mundohem t'i çoj përpara çdo ditë. Motja e jetës time është jeto dhe lërja dhe tjerë të jetojnë. Një në ëndrat më të mëdha që kam pas ka qenë me shku në Netflix edhe atë realizova dhe tash vazhdoj me ëndra tjera. Sinqerisht nuk më pëlqejnë kur tjerë të bajnë intriga, po ku me ditë, nështë ta ka me mra dhe mu me bëna intrigë. Një nickname që mund të ma japin mu është Peshkaqeni. Mu e Mozhim Kamet është gjithmonë dreqi. Një gjë mund t'ju them, nuk jam single. Unë në një lidhje jam me zemrën dorë, shumë romantik, shumë besnik, tepër i mirë. Do kisha qef me pas aftësinë me i zhdu këtjerët. Në këtë Big Brother unë do mundohem të tregoj veten, pse në një tjetër reality show e kanë pa kush është në sipërfaqe. Tash kisha pas qef që ta shohin vërtet se kush është, si reagon, si vepron, si sillet. Loti, apo më dëgjon? 1, 2, 3, a 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Mirë se erdhe në Prishtinë. Ka qenë një kohë gjatë negociatash nga Netflix në Big Brother VIP Kosova. Si po ndihesh? Mirë valla, që? Ty prit me hi me pa shpinë, me një banorët. A ke ftofta jo? Pak ftofa pak, po tis... Unë jam too hot to handle, nuk Too hot to handle, mirë. A do ta ndihmoj eksperienca jote në Netflix lojën tënde brenda Big Brother VIP Kosova, apo janë dy botë ndryshme ato? Tash ato shumë ndryshme janë, ama besoj që mundet edhe me ndihmu pak, po. Pak mundet me ndihmu. Pak mundet me ndihmu? Po, besoj që po. A që je mësu me italian, tu ke punë me shqiptar? Ska lidhje. Ha? Unë jam italo-shqiptare. Ti italo-shqiptar. Mirë, ftoj të futesh brenda në shtëpi. Ecim. Ecim.